E pra të nderuar, unë ju thash që do të pauzojmë me një pikë muzikore për të rikthyer me mysafiren e radhës. Sonte kemi kënaqësinë që të bisedojmë me një zë të ri, por shumë premtues të kinemas shqiptare. Besa Tusha është regjisore që ka studiuar për film dhe televizion në Turqi, e cila gjithashtu ka nisur edhe të lërë gjurmët e saja në skenën filmike me pjesëmarrjen e festivalet të njohura ndërkombëtare dhe sigurisht me atë që ajo prodhon dhe bën, studion, mëson për të na dhuruar neve kënaqësi dhe filma të bukur. Ajo sjell këndvështrime të freskëta, por edhe të sinqerta për sfidat e një regjisoreje të re në vendin tonë. Për ta njohur më mirë dhe për të njohur më mirë rrugtimin, frymëzimin dhe ëndrat e saj, sot kemi të ftuar në studio Besa Tushën. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studio. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Faleminderit shumë për fjalët e mira së fillim. Është shumë kënaqësi që të kam këtu brenda në studio, është shumë kënaqësi që kam rastin që të takoj personalisht, të të bisedojmë për punën, mundin dhe për gjithat kreativitet të cilin ti e realizon, e bën, e dëshiron, e don. Është bukur kur shoh vajza të reja si puna jote. Faleminderit shumë. Për të na dhënë shpresë. Faleminderit shumë. Besa, si nisi lidhja jote me kineman? Ishte pasion i hershëm apo diçka që të bani ty me zbulu këtë inspirim, këtë dëshirë brenda kohe? Unë akoma llogaritëm e rejtë, po them të drejtën, gjithmonë kam pas dëshirë të kem diçka në lidhje me televizionin edhe me filmin, që e vogël e di që kur ka marrë dënimet nga familja, ka qenë dënimet të shkojnë dhomën në salon të ri, domethënë po ndaj me shoqërinë, edhe automatikisht lidhjen e parë kam pas me televizionin, kam dashur gjithmonë të punoj ose si gazetare ose diçka si producente, domethënë të prodhoj diçka sepse kam parë disa probleme shoqërore, sociale që i kemi pas ne dhe kam dashur që ato të shpreh, edhe me kohë kam kuptuar që në fakt vizualisht ta tregoj këtë është gjëja që më tërheq më shumë mua, edhe pastaj kam vazhduar edhe fakultetin në atë drejtim. Po, edhe tash gjendesh në Turqi në master. Po. Çfarë mësove aty? Çfarë je duke mësuar aty? Të them të drejtën, unë jetoj për momentin gati më 8 vite në Stamboll. Stambolli është metropol, normal që aty sa shetë miran edhe shetë keqen, kur kam shku aty kam thënë që më pëlqen të jem këtu nga që herë në kallaballëk më duket si askush nuk më njeh, herë më duket sikur kam ri këtu jam e fortun. Mendoj që aty më shumë normal që është shumë e zhvilluar edhe bota televizive, edhe bota e kinematografisë, po përtej asaj kam mësuar se të jem më e fortë edhe si pa pasur familje mbrapa të di që mund të bëj diçka edhe vetë. Që mendoj që kjo është një nga gjërat më me rëndësi që më ka dhënë Stambolli mua. Je njoftuar me botën e televizionit, me botën e filmit, a ka shumë dallim? Të them drejtën, unë për momentin punoj aty, punoj në filmat shkurt, filmat të pavarur, punoj në botën e reklamës pak. Fatkeqësisht nuk është që kam punuar shumë në Maqedoni, nga që këtu ka shumë pak punë, ose ndoshta edhe unë nga që jam larguar tani, kur vi është pak e vështirë, gjë që më pengon shumë gjej punë këtu. Mirë po atje di që gjërat shkojnë shumë më shpejt, atje di që ka shumë më tepër mundësi, ka shumë studio të zhvilluara, ka shumë plato të bukura edhe të mëdha, të cilat japin mundësi që të ketë edhe shumë vende tjera të jashtme të vinë, sepse kam punuar edhe një kohë si line producer, domethënë kam marrë nga jashtë shtetit njerëz që kanë ardhur të gjyrojnë në Stamboll, edhe normal që Stambolli ka edhe një tjetër avantazh, i cili është se jo vetëm Stambolli, po Turqia, që vendet të ndryshme duken si vendet të ndryshme të botës. Po. Edhe mund të incizësh Meksikën aty, mund të incizësh edhe një vend të Azisë të vogël aty. Normal që është më zhvilluar, mirë po edhe aty normal që ka 12 orë të punosh, që është minimumi, gjë që është një pengesë shumë e madhe, rrogat nuk është janë wow të mëdha, por kundrejt nga këtu janë më të mëdha. Mirë po unë kam shpresë edhe për këtu, s'është që i kam vetëm synimet atje. Ke punuar, punon edhe këtu. A ke ndjerë ndonjëherë paragjykime, a ke mendu që do paragjykohesh, sa kanë qenë përkrahës familja? Normal që familja duhet të jetë përkrahëse, për
ne ta realizuat ëndrrën tonë? Faktikisht, unë vi nga një familje ku babim është një punëtor i thjesht në spital qytetar, kurse mamin e ka mësuese muzike, është soprano. Dëshira e mamit kur ka qenë shtatzan me mu, ka qenë që unë bëhem ndonjë aktore. Pastaj kur ka ardhur në Shkup, nga që mami është nga Shqipëria, kur i ka pa gjërat që sillen këtu në Shkup, ka thënë, jo, vajza ime mami le të jetë një doktoretë ose një avokate. Po ja që dëshira e mamit në një farë mënyrë është kthyer në realitet, nga që unë po mire, mose dua të mire me artë, se është fjallë e madhe me thonë që jam dikushi, do të bëhem shpresojnë e të ardhme, për atë po luftoj. Nuk është që skena e filmit, nuk është që shpesh herë është e burrave, në fakt është një industri e burrave. Shpesh herë në set, sidomos në set kur punon, ti e ndjen veten të tregojsh më burrëror, edhe për t'ju shmang gjërave që vinë nga që është e mbushur me meshkuj, edhe për të tregu se ti mundesh me ba shumë gjana. Unë mendoj që ndoshta ndonjëherë edhe pse flas shumë, ndonjëherë edhe pse gjanat i marr shumë me të qesh, edhe kur nuk duhet mi marr me të qesh, mendoj se i kam kalu disa faza, sidomos tani që punoj first aidi, e kam një stop për njerëzit që afrohen drejt meje. Fatkeqësisht kam pas parigjekime, edhe ende kam. Shpesh herë bile edhe kur vi në Shkup, më thonë ti e di shumë mirë turqishtën, pse s'po bëhesh përkthyese, sikur unë kam shkuar me studiu aty për më bë përkthyese. Jo që flas keq për ta, po unë kam punu atë punë normal, se s'ka qenë jeta ime krejt të bë filma, ama unë mendoj se kjo është ëndra ime, edhe unë mendoj se kjo është ideali im, se sa do e realizoj nuk e di, ama paragjykimet ekzistojnë, ama unë mendoj që njeriu duhet të luftoj me to, edhe në fakt arsyeja pse kam zgjedhur me bë këtë drejtim është nga që kam pas diçka që më ka brej në zemër, që nuk është të shku në rregull, edhe që mendoj se duhet me tregu që me ndryshu. Edhe unë mendoj që ndryshimi do bëhet në një farë mënyrë apo në tjetër, ndryshimi duhet më bëhet edhe ka më bëhet. Ku e shef, do me thënë, ku e shef filmi shqiptar në bazë 10 viteve, apo ku e shef vetën tënde në bazë 10 viteve, sepse zakonisht ata të cilët synojnë në ndryshime, edhe ndoshta bën një ndryshim të madh, i cili vlen shumë për edhe gjeneratat e ardhshme. Kështu, unë mendoj se ndryshimi fillon te vetja si fillim. Unë nuk mendoj që mund ta ndryshoj krejt botën e filmit ose diçka. Normal që edhe unë kam të mirat e mia dhe të këqijat e mia. Unë për momentin edhe gjithë tërë këtë verë kam qenë edhe në për festivale, unë mendoj që veç më jemi në ndryshime sipër, sado që kemi mbështetje apo jo. Unë mendoj që po bëhen filma të mirë, unë mendoj vetëm se ndoshta ato filmat që po bëhen nuk po marrin mbështetjen dhe njohjen nga publiku, mirë po unë kam shpresë edhe mendoj që ardhmja është shumë e bukur se sa është, sidomos duke i taku tashmë du me nda me ju një moment vogël, unë isha antifoda, isha me dokumentarin tim, gjithashtu një film që kam qenë first aidi, edhe ai ishte i nominuar, mirë pas njëri nga filmat nuk fitoj, I Bërdari është njëkohësisht edhe shoku im, edhe ai fitoi aty 5 çmime, edhe më ka emocionu shumë momenti kur ka dalë në skenë, nga që ka thënë që këtë çmim do ja u dedikoj regjisorëve të ri që ti motivoj ato. Edhe unë kur shoh Ibrën, kur bën gjithë këto gjana, me gjithë ato pamundësi, unë mendoj që tash kam fat që kam mundësi njerëz të njoh si ai edhe të eci më përpara. Normal që vetën e shoh shumë lart, ama duhet të jemi në tokë pak. Edhe shpresoj që ta shoh vetën edhe gjithë regjisorët shqiptarë në për skenat e mëdha të festivalit, sepse ajo është ajo gjëja që synoj unë. Ngadalë mendoj se do bëhen gjitha. Po ti ke marrë pjesë edhe në 3 festivale ndërkombëtare. Po. Ne I përmendëm paraprakisht, para se të fillojë emisioni, e përmendëm që ke qenë edhe pjesë e Dokufestit në organizimin e tij. Shumë aktivitete dhe mua më vjen shumë mirë që po shoh me gjithë këtë entuziazëm, me gjithë këtë pozitivitet. Më trego për 3 çmime, 3 festivale që ke marrë. Në fakt, janë filmi, dokumentari im ka filluar serüvenin e tij, ka filluar me një festival në Turqi, aty kemi marrë çmimin e dytë. Pastaj kam
shku me një festival në Kosovë, Kosova Youth Film Festival. Aty kemi fitu çmimin e publikut, pastaj këtë vit në fakt kemi pas një vit më të ngjeshur, pasi jemi tregu edhe në Tifoda edhe në Gifoni këtu. Jemi tregu në Ankara në Gordion Arki Film, ku kemi marrë çmimin e juris, edhe jemi tregu edhe në Balkan Film and Food Festival në Pogrades, ku kemi marrë çmimin e juris, jo, çmimin më të mirë të dokumentarit. Zakonisht kështu, nuk është që kemi marrë shumë çmime, po jemi tregu në disa festivale, jemi tregu edhe në festivale ndërkombëtare, ndoshta jo shumë me emër, ama Kuala Lumpur, në Georgi. Unë jam shumë emocionuar për filmin tim, jo që është najsa wow, ama unë mendoj që është një fillim i mbar. Shumë i mbar. Po, faleminderit shumë. Shumë i mbar, edhe besoj që ti the vit nuk kam udhëtuar në për shumë festivale, mirë, po ti mi përmende disa shumë festivale, shumë çmime që ti ke mbarë brenda këtyre muajve, sepse festivalet janë realizuar brenda këtyre 2-3 muajve, besoj. Po, e vërtet. Çfarë të frymëzon më shumë në procesin e krijimit, një histori personale, një temë shoqërore apo ndonjë detaj i përditshëm? Mua më pëlqen t'i marrë detajet e përditshme. Unë bëj diçka që ndoshta nuk është legale shumë. Unë për shembull kur jam me njerëz i injizoj zonat e tyre dhe bisedat që ndodhen. Unë në fakt arsye pse kam nis filmin është problemet e përditshme. Unë nuk mendoj që jam ndonjë farë Tim Burton ose diku shumë wow. Unë mendoj që problemi që ka shtimi, në qoftë se e tregoj në mënyrën që e kam ndjeron, mund ta ndjesh edhe ti edhe dikush tjetër, edhe kjo është mënyra se si unë mendoj të vazhdoj në film. Domethënë duke tregu gjërat përditshme, gjërat që më prekin mua, sepse gjërat që më prekin mua, herë do kur do t'ju prekin edhe të tjerëve, nëse e bëj në mënyrën e besës, besa vibe, nëse e bëj. Dhe kjo a beson që mund të sjell një përgjigje shoqërore, një reflektim shoqëror? Qëllimi im është të sjell, po, nuk është që kam një dëshirë shumë të madhe që të jem komercialiste, po padyshim që duhet edhe ta ushqejm barkun. Po kisha pas qef që të kem një publik i cili e din me të vërtet problemin, edhe nëse nuk e ka vrejt, di ta vrej problemin që kam desh të tregoj. Si është filmin artistik me dallimin mes filmit artistik me atë dokumentarin? Cili mendon që e shpreh problemin? Cili mendon që është ai që më shumë e tërheq publikun? Dokumentari i vetëm që kam punuar unë ka qenë dokumentari im, ndërsa filmat fiction, unë zakonisht punoj në filma fiction. Unë më pëlqen më shumë të punoj në filma fiction, nga që mendoj që, ose ndoshta unë nuk ndjehem e gatshme të tregoj diçka në mënyrë dokumentariste. Unë mendoj që në filma shumë më lehtë mund të tregosh dikujt që ti je problemi, duke mos i thënë që ti je problemi, po ajo është problemi. Në filmat dokumentar padyshim që mua më mahnisin, sidomos duke ditur që unë punoj vazhdimisht në Dokufest, edhe jam shumë aty për filma dokumentar. Mirë po të incizosh një film dokumentar, do me thanë dikush të ta hap shpirtin 100% ty, edhe të tregoj edhe të mirën e të keqen ty 100%, edhe kjo në vendin tonë sa më duket e realizueshme, aq më duket e parealizueshme, nga që nuk mendoj që njerëzit tanë janë të gatshëm të tregojnë të këqijat e tyre shumë përpara. Edhe filmi fiction edhe fiction është pak si e rëndë për të realizuar. Po, shumë para. Tepër e rëndë, sepse kam përreth njerëz që i shohin këtë zhanër të filmit. Cili është projekti yt i ardhshëm që ndoshta jetë duke punu për të marrë pjesë me ndonjë festival apo për qefi? Aktualisht jam në pjesën ku kam mbaru punimet e skenarit, jam duke shkruajt një skenar të cilin mendoj të aplikoj në fondet këtu në Maqedoni. Kisha dashur mos tregoj shumë për ta, ma është një film i shkurt, është fiction, edhe mendoj të tregoj historinë e një vajze që niset nga Struga për në Shkup për diçka e fshehuras të gjithëve. Është interesante, tematik interesante. Faleminderit. Çfarë këshille do i jepje vajzave të reja sot që ndrojnë të bënë regjisore, aktore, apo të merren me botën e filmit?
Unë jo vetëm vajza, po gjithve do kësha dash mi u thonë që është mirë që qojmë shumë filma, edhe jo vetëm filmat që janë tani, po filmat vjetër, sepse duhet vjedhim prej atyreve për të bërë diçka të re. Mendoj që duhet lexojmë shumë, sidomos unë preferoj të lexoj tregimet shkurta, nga që janë shumë të zhvillojt shumë trurit të mendosh diçka shkurt për skena. Për vajzat, unë mendoj që, sidomos për vajzat, për gratë në përgjithësi, mendoj që të mos gjojnë shumë llafet të tjerëve që ka ju thojnë ata. Unë mendoj se forca që vjen për mbrenda mund bëj gjithë shka. Më vjen, kam parë, jam taku edhe në tifoda me një vajzë nga këtu e cila studion regji dhe më tha që jam vetëm 2 veta në klasë, do më thonë, ajo dhe një djalë, jam shumë e gëzuar që është 1-1. Po, në ndërkohë jam edhe shumë e mërzitur nga që nuk shoh që ka interesim për këtë dek, që në fakt drejtimi jo nuk është që duhet të studiosh për të bëjë gjë, mund ta bësh edhe pas studiu, mirë po kur e shoh që kaq pak ka interesim në drejtim, e di që nuk do ketë fare të tjerë që do e bëjnë këtë punë. Nevoja është shumë e madhe. Nevoja është shumë e madhe për... Po, ama nuk ka interesim, nuk e di ndoshta pse njerëzit mendojnë që nuk ka para, ama unë mendoj që në këtë kohë tranzicioni, ndoshta për momentin nuk ka, po në të ardhmen, qoftë ne punojmë, dikush do e haj atë qershin që ne e përgatisim. Prandaj mendoj që duhet mos dëgjojnë njerëzit, duhet bëjnë çka dojnë ata, edhe mendoj që me tregu. Unë nuk besoj që vajzat, sidomos vajzat shqiptare, nuk kanë gjëra për të tregu, prandaj unë vetëm mu motivu ata kur gjë më shumë. Po motivon, edhe kur po flet, po motivon edhe mua, edhe shpresoj, edhe besoj, po e di sigurt edhe shumë vajzat e cilat do të ndjekin sonte në emisionin ton. Besa, shumë inspiruese. Shumë inspiruese. A do vazhdosh, i vazhdon ende studimet në Turqi? Po, për momentin jam në master. Në fakt, nuk isha dëshirë të vazhdoja studimet atje, nga që unë mendoj që kam studiuar një nga fakultetet më të mira aty, sepse Mimar Sinani ka qenë arkiva e filmave të Turqisë. Mirë po, nga që po punoj aty, mendoja që nuk duhet të hap hapësirën shumë, edhe prandaj po vazhdoj studimet aty për momentin. Jam në master, jam prapë në degën e regjisë, disa mund të thëjmë pse, ama unë kam qef shumë e folje edhe ndoshta në të ardhmen, pse jo të bëhem edhe naj profesoreqe, për atë po vazhdoj studimet aty për regji. Po, shumë bukur. Nëse do e kishe përshkrujt vetën, ose nëse do e t'ja përshkruje dikujt këtë profesion me 3 fjalë, si do ta kishe përshkrujt? Oh, shumë pak. Dhe fiction të shkurta, mund është ndoshta edhe ta... Unë mendoj që është magjik, unë mendoj që është motivus, edhe unë mendoj që është pak çmenduri, po çmenduri... Pozitive. Po, pozitive. Sepse të bën me mendu me ndryshe, me qenë me ndryshe, edhe me bot gjana me ndryshe. Mbesa, unë jam shumë e lumtur që të takova. Faleminderit shumë. Unë jam shumë e lumtur që pranove ftesën t'jesh me ne. Nëse do të shtosh diçka tjetër. Unë asgjë më shumë se sa keni tregu ju, vetëm se kisha dashur me thënë që sa më shumë filma, sa më shumë publik, edhe sa më shumë dashuri. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. E pra, miq dhe shikues të nderuar të emisionit në vikend, uroj që edhe ju të jeni kënaqur nga kjo bisedë shumë e bukur me Besa Tushën, ashtu si që kënaqa unë këtu brenda në studio, dhe ju lë sigurisht në një takim të radhës sërish të vikendin e ardhshëm me mysafirët e tjerë. Deri atëherë, mirëmbëjtje në programet tona.